Është një protestë e cila që prej ditës së parë, jemi aktualisht në ditën e 38 dhe për 38 ditë me radhë ka pasur një vazhdimsi thuajse të njëjtë. Pra që nga dita e parë është bërë një mbledhje në sheshin Skënderbej e një grupi protestuesish, ndërkohë që një grup tjetër i priste përpara kryeministrisë. Grupi që ndodhej në sheshin Skënderbej vjen e marshon drejt kryeministrisë dhe më pas aty mbahen fjalimet kryesore të protestuesve, të qytetarëve, të cilët janë bashkuar kësaj proteste, ku shprehin raste të tyre personale ose edhe pa kënaqësi të shumta ndaj pushtetit. Pas kësaj bëhet një marshim në rrugët kryesore të kryeqytetit. Fiona, këtë e dim se kemi qenë në protestë. Dua të më thuash. Kanë organizatorët idenë fikse që kjo protestë duhet të vazhdojë pavarësisht. Pikërisht, për këtë arsye doja që të sillja mënyrën e organizimit dhe më tej për sa i përket vazhdimësisë, sigurisht që protesta do të vijojë, por mund të ketë skenar të ndryshëm. Sigur se ka ndodhur protestat përpara parlamentit apo përpara institucioneve të tjera, të cilat kanë ndodhur spontanisht, janë menduar në moment të fundit dhe janë kryer nga protestuesit. Sigurisht që sa i përket pyetjes tuaj, vazhdimësia e kësaj proteste do të vijojë që të jetë prezente, pra protesta do të vijojë, nuk e ka një afat të përcaktuar se sa. Megjithatë, vetë protestuesit dhe organizatorët janë shprehur se derisa të plotësohen 5 kërkesat e tyre, ku më kryesore është dorëheqja e qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, protesta patjetër që do të ketë një vazhdimsi. Se në çfarë mënyre kjo ende nuk dihet, pasi sikurse po e thoja, është një protestë e cila ndodh edhe spontanisht dhe disa vendime merren edhe në moment të fundit. Pra nuk ka një skenar të mirë përcaktuar, por vazhdimësia do të jetë patjetër. Ka pasur Shqipëria edhe gjatë kësaj periudhe protesta shumë të forta të grupimeve dhe partive opozitare në këtë vend, po ndërkohë kjo protestuesit e saj janë konsideruar shumë të veçantë, është konsideruar ndoshta protestuesi ose protestuesja më i bukur që ka patur ndonjëherë Shqipëria në gjithë historinë e saj të protestave. Megjithatë, të gjitha protestat maten nga një karakteristikë, që është rezultati. Sipas asaj që ke pyetur ti, janë të ndërgjegjshëm organizatorët e kësaj proteste që në fund të gjitha fundeve ka nevojë për një rezultati është rënia e kryeministrit? Adi, është e vërtet, në fakt të gjitha protestat kanë karakteristikat e tyre, nuk ka protesta të këqija apo të mira, janë protesta të cilat mbartin rëndësinë e tyre. Dhe ne kemi qenë koshient, kemi qenë prezent në shumë protesta të cilat janë zhvilluar, qoftë protestat e opozitës apo edhe protesta që shumë qytetarë janë ngritur për kauza të ndryshme që i kanë shqetësuar, shëndetësia, arsimi, shembjet e banesave, shumë kauza të ndryshme që i kanë shqetësuar dhe kanë zhvilluar protestat e tyre. Dhe gjithashtu kanë pasur kërkesat e tyre të ndryshme. Megjithatë, organizatorët e kanë cilësuar këtë protestë si të rëndësishme, të veçantë, më të bukurën të zhvilluar ndonjëherë, për shkak se nuk pati një indicje sikurse e quajnë ata politike. Pra ka qenë një protestë e lirë qytetare, ka qenë një indicje për të nisur pra nga zonat e mbrojtura, për të mbrojtura dheun, dhe më pas u zgjerua më tej qëllimi i kësaj proteste, që çoi më tepër edhe në pakënaqësi të tjera që u shprehën ndaj qeverisë, dhe që si rezultat kërkohet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe e qeverisë. Patjetër që janë koshient dhe që rezultati është kryesor dhe prandaj nuk duhet bërë një diferencim i tillë për të minimizuar le të themi rëndësinë e protestave të mëparshme që janë zhvilluar, përderisa rezultati që synohet është dorëheqja e kryeministrit dhe e qeverisë.